Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Jemi përsëri së bashku për të zhvilluar një tjetër temë kësaj radhe në lidhje me zhvillimet politike në vend. Dihet që, siç po shikojmë dhe nga lajmet së fundmi, shumë korrupsion në politikën shqiptare, nga klasa e lartë e politikës shqiptare, po shikojmë të merren ministra, zëvendës kryeministra në prokurorinë e posaçme në SPAK dhe të hetohen. Gjithashtu shikojmë edhe kundërveprime të politikës duke mos lejuar këto arrestime dhe duke vazhduar në rrugën e mëpërpashme. Për të diskutuar se çfarë po ndodh realisht dhe si është situata, ne kemi ftuar sot në studio studiuesin zotin Albert Nikollaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhe zoti Albert. Përshëndetje televizionit tuaj dhe faleminderit për ftesën. Po. Në lidhje me zhvillimet e fundit në Shqipëri, ju jeni ndjekës i situatës në Shqipëri dhe andej nga Belgjika ku jeni, i shikoni të gjitha situacionet, pavarësisht se ju jeni dhe një studiues i historisë, por politika dhe historia lidhen pak së bashku kur bie fjala për temat e nxehta që kalon Shqipëria dhe mos respektimi dhe i fakteve historike në Shqipëri prej politikave të gabuara që ndiqen këtu. Atëherë, në lidhje me zhvillimet politike në vend, ne duam të dimë diçka më tepër, çfarë po ndodh në Shqipëri dhe si është e vërteta, a kemi ne politikan, a kemi ne një klasë politike të saktë, a kanë shqiptarët brumë për të nxjerrë njerëz të duhur për të drejtuar vendin, apo po ndodh ndonjë lloj tjetër zhvillimi që ende njerëzit nuk po e kuptojnë? Pikë së pari duhet të sqaroj që eksperienca ime për 10 vjet prej gazetari më jep mundësinë që të bëj edhe analizat modelit politik, për më tepër edhe 2 vjet specializim në Akademinë e Waverës në Belgjik me fondet të Komunitetit Evropian në fushën e menaxhimit edhe të komunikimit politik edhe komunikimit edhe kapitalit ekonomik më japin mundësi që të flas edhe për tema të tilla. Kuptohet që si çdo shqiptar edhe unë jam një ndjekës i rregullt i ngjarjeve politike që ndodhin në Shqipëri. Fatkeqësisht janë ngjarje që na vënë në pozitë vështirë ne si shqiptar, aq më tepër që nuk kemi mundësi të kontribuojmë direkt në përmirësimin e situatës politike dhe ekonomike në vend. Sa i takon pyetjes që u shtruat rreth a ka diaspora shqiptare dhe populli shqiptar mundësi të tjera politike përveç kësaj që ne po shohim aktualisht, duhet ju them që në të gjitha vendet e botës ku janë vendosur shqiptarët, si në Bruxelles, si në Paris, si në Berlin, si në Rom, si në Washington, ka drejtues intelektual shqiptar që janë shumë të zotët dhe madje duhet të nënvizoj, janë shumë të formuar dhe më të prirur nëse do kenë mundësinë të krijojnë një politikë të re shqiptare, shumë moderne dhe që do ta nxirrte vendin nga kriza ekonomike. Por duke qenë se politika shqiptare është mbërthyer në atë ngërçin e luftës së klasave që zhvillohet për shembull nëse ti nuk je socialist, ti shpallësh direkt armik nga ana e Partisë Socialiste dhe nëse nuk je demokrat, ti shpallësh direkt armik nga ana e Partisë Demokratike. Pra, kjo është një vazhdim i luftës klasave që është zhvilluar në kohën e komunizmit. Kjo luftë klasash vazhdon, kjo përçarje mes popullit shqiptar vazhdon dhe aktualisht ne gjendemi në përveç se një konflikti politik, kemi një konflikt social shumë të madh, sepse kjo atmosferë e tendosur agresive mes dy partive politike që në fakt kanë dalë nga i njëjti burim, ka krijuar një stres të madh tek popullata dhe popullata është larguar në drejtim të vendeve perëndimore. Sa i takon kapitalit njerëzor, në perëndim është rreth 70% e kapitalit njerëzor që ka nxjerrë Shqipëria, që do të thotë ka pasur një emigrim masiv të trurit dhe mes
këtij emigrimi masiv të trurit, janë larguar edhe ata që do të ishin udhëheqës të denjë për drejtimin e shtetit shqiptar dhe për krijimin e një shteti normal ku palët politike të mos shiheshin si armiq, po të shiheshin si vëllezër që kanë mendime të ndryshme për probleme të ndryshme. Pra, politika nuk është armiqësi, politika është diversitet mendimi dhe nëse nuk krijohet një sistem i diversitetit të mendimit në politikën shqiptare, gjithmonë kjo lufta e egër që bëhet mes palëve, që mund të jetë edhe që përcirët në popull, por që në qarqet e larta nuk është luftë e egër, është thjesht një teatër që i serviret popullit, pastaj grindja kalon popull, nëse nuk shmanget kjo, punët në Shqipëri do shkojnë keq e më keq. Duhet të them që diaspora shqiptare ka në gjirin e vet intelektual të një niveli shumë më të lartë se sa që ka aktualisht parlamenti edhe politika shqiptare. Po mirë, nëse i kthehemi dhe shikojmë mënyrën se si politikanët tanë po na qeverisin, duket si kur është jo një politik amatore, po si një politik ke i dashur ndaj popullit dhe kombit shqiptar. Edhe pse dikush mund të jetë i pa aftë për të drejtuar, mund të bëjë një gabim dy, do vi një moment që nga këto gabime do mësoj, por duket sikur politikanët tanë me qëllim po na çojnë në një rrugë pa krye, në një rrugë me gabime pa fund, me vjedhje pa fund, me shfrytëzim të aseteve pa fund dhe shqiptarët historikisht për 35 vjet vetëm po vuajnë, po emigrojnë, po përpiqen të bëjnë jetën e tyre, por në pamundësi një pjesë edhe, siç thatë juve, kanë emigruar, truri i gjithë shqiptarëve është jashtë, ata që s'kanë duruar dot presion e brendshëm, kanë kërcitur, kanë ikur, dhe pse një pjesë kanë ngelur brenda akoma, por çfarë po ndodh me këta politikanë që ne kemi? Mos ndoshta ka ndonjë plan tjetër përmes tyre për të zhvilluar Shqipërinë në mënyrë pozitive apo negative? Aktualisht politikanët shqiptarë nuk janë të interesuar, nuk kanë qenë asnjëherë të interesuar për integrimin e Shqipërisë në komunitetin evropian, se në momentin që Shqipëria integrohet në komunitetin evropian, vendosen ligje europiane dhe vjedhje të tilla siç kanë ndodhur me koncesionerët apo këto vjedhjet me rrugët në një sistem të komunitetit evropian janë gati të pamundura. Nuk them që nuk ka vjedhje edhe këtej, mund ketë korrupsion edhe vjedhje, por korrupsion të një shkallë të tillë siç ka pasur Shqipëria nuk ka asnjë shtet evropian nuk e ka. Do të thënë të vidhen me miliona euro në këtë formë dhe kryeministri të dalë dhe të mbrojë ministrin e vet të përdor dhe gjykatën kushtetuese për ta kthyer në detyrë, kjo është gjëja më e çuditshme që nuk ka ndodhur në asnjë vend të Europës, madje edhe në vende të tilla diktatoriale si Kina, gjëra të tilla nuk ndodhin. Para disa ditësh një drejtor banke në Kinë që ishte korruptuar me $22 milion u varë në mënyrë publike në Kinë. Pavarësisht sa është një shtet diktatorial, por korrupsionet të këtij modeli as në Kinë nuk gjen. Në Shqipëri i gjejmë të gjitha këto lloje korrupsioni, në Shqipëri arratiset ministri, ikën, domethënë ndërkohë që gjithë kufiri dhe gjithë dhe aeroporti kontrollohen nga shteti dhe nga policia, megjithatë ai iku. Në Shqipëri u zbuluan afera korruptive shumë të rrezikshme me sistemin e rrugëve, për më tepër vije në diskutim edhe siguria e shqiptarëve që kalojnë në këtë tunel për shkak të punëve të këqija dhe vjedhjeve të mëdha, dhe një gjykatë që konsiderohet si gjykata kushtetuese e Shqipërisë e kthen detyrë. Çfarë është kjo? Kjo është një korrupsion që i kontrolluar, por që duke parë që populli është i dobët momentalisht dhe i friksuar, mendon se mund të bëjë gjithçka. Duhet të them se aktualisht që nga
fillimet e demokracisë Shqipëri që në momentin që u bë revolucioni i studentëve, unë kam qenë pjesë e këtij revolucioni. Revolucioni jonë u vodh dhe më pas ndodhi ajo që ndodhi. Në vitin 1997 ishte planifikuar që Shqipëria të hynte në komunitetin evropian bashkë me Bullgarinë dhe me Rumaninë. Ishin 3 vendet e para që komuniteti evropian mendonte t'i pranonte. Rumania dhe Bullgaria hynë, kurse Shqipëria ngeli jashtë sepse filluan trazirat, u shpikën ato firmat piramidale. Më vonë kemi parë, për shembull edhe në momentet aktuale, pavarësisht se ka një përshpejtim të procedurave jo për merit të qeverisë shqiptare, por për shkak të këmbguljes madhe të komunitetit evropian, ju e di që në këtë mbledhjen e fundit që u bë në komunitetin evropian, Rama refuzoi të vinte mes udhëheqësve evropian dhe dërgoi ambasadorin e Shqipërisë si përfaqësues, ndërkohë të gjithë ishin përfaqësuar në rang kryeministrash. Pra, këtyre këmbgulja e komunitetit evropian që Shqipëria të hyje në Bashkimin Evropian, politikanëve shqiptar aktualisht nuk u intereson, për arsye se në momentin që Shqipëria do hyjë në komunitetin evropian, do dalin shumë afera korruptive të cilat rrezikojnë karrierën e tyre si politikan. Pra, ata janë të interesuar të mbajnë një Shqipëri jashtë komunitetit evropian dhe kjo është shumë e rrezikshme për fatet e popullit shqiptar. Kujtojmë që një nga senatorët e Kongresit Amerikan para disa ditësh i dërgoi një thirrje presidentit Trump për çështjen e mbrojtjes së Shqipërisë, sepse Shqipëria është një ndër vendet më të rrezikuara në rast të fillimit të një lufte europiane, pasi duke qenë një vend strategjik, mund të jetë vendi i parë që mund të sulmohet nga Rusia. Pra, ne jemi në një politikë që unë do ta quaja politikë sabotazhi për politikën shqiptare dhe për shtetin shqiptar. Dhe nëse vetingu nuk bën punën e vet që të këmbguli që pjesëtar të qeverisë korruptuar nga qarqe të caktuara të vijnë para drejtësisë, atëherë problemet do shtohen. Duhet kemi parasysh që Amerika, Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë të interesuara që Shqipëria të integrohet me shpejtësi të madhe në komunitetin evropian, pse e para punës dhe e dyta punës, ata janë të interesuara për një spastrim të shpejtë të politikës shqiptare, për arsye se politika shqiptare kontrollohet nga rrjete të caktuara agjenturore të shteteve fqinjeve, por edhe shteteve të tjera, edhe ka përplasje të mëdha dhe kjo është një vend i NATO-s dhe lejimi i agjenturave brenda shtetit shqiptar nga ana e NATO-s cënon sigurinë e gjithë Europës. Pra jemi në një pikë kyçe. Tani çfarë loje do luaje opozita dhe pozita shqiptare me dy liderat e saj, kjo pritet të shihet, por ideja ime është që, jo ideja ime, por sinjali që na vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga partnerët ndërkombëtar është stop kësaj politike, mjaft me këtë politikë të ndyrë, ju duhet të reformoheni ose të lini skenën politike. Unë mendoj që duke qenë se kanë bërë zollume të mëdha, politikanët shqiptarë nuk duan ta lënë skenën politike, por mendoj se ata do të jenë detyruar ta lënë për shkak të intervencionit amerikan, sepse kjo është një zonë europiane, është një zonë e NATO-s dhe duhet të spastruar. Nga krahu tjetër është një problem i madh edhe për Europën ikja e shqiptarëve, sepse krijon një vakum intelegjence, një vakum popullate në një territor të caktuar, siç është Shqipëria, dhe kjo duke dëmtuar interesat shqiptare, dëmtohen edhe interesat europiane. Duhet t'ju them që mendoj që deri në vitin 2028-2030 kjo çështje do të ketë marrë zgjidhje, por
këmbgulja e politikanëve të sotme për të fshehur krimin apo për të mbajtur në pushtet figurat caktuara të cilat janë të inkriminuara në veprime abuzive me shtetin shqiptar, në korrupsion dhe madje edhe në krim të organizuar, është shumë e rrezikshme dhe besoj se duhet të marrë fund sa më shpejt. Shqipërisë i duhen disa lidera të ri të cilët duhet fillojnë të bëjnë një politikë të re dhe më inteligjente. Prandaj mendoj se është koha e ndryshimit madh. Para se të na jepni disa ide për gjendjen e liderave të ri, do të shikonim me qenë se ky shtet po drejtohet në mënyrë të qëllimshme të gabuar, domethënë duke çuar drejt falimentit gjithë vendin, si për çudi ende ky vend vazhdon të mbijetojë. Cilat janë shkaqet e mbijetesës dhe mos kalimit në kolapsin apokaliptik, në falimentin total të këtij shteti, Albert? Shteti fatmirësisht, pavarësisht nga aferat korruptive që shkojnë deri në 550 milion dollar, në aferat korruptive të shtrimit rrugëve, në aferat tjera, duhet kemi parasysh që vjedhjet që janë bërë në Shqipëri janë vjedhje masive, sepse përgjatë këtyre 30 vjetëve bankat europiane, Bashkimi Evropian dhe partnerët ndërkombëtar kanë dhënë shuma të konsiderueshme që mund të shkojnë deri në 40 miliard dollar. Do të mjaftonte gjysma e këtyre shumave, 20 miliard dollar, që Shqipëria të kthejë në një vend shumë i pasur. Pyetja shtrohet ku kanë shkuar këto miliarda euro dhe dollar. E dyta punës, shteti shqiptar ka qenë i planifikuar të sipas informacionet nga agjenturat, sipas informacioneve nga agjencitë e shërbimeve perëndimore, ka qenë i planifikuar të falimentonte dhe në fund ta blinte një fondacion i caktuar, por kjo nuk ndodhi për arsye të parave që emigrantët kanë dërguar. Llogaritet që përgjatë viteve të fundit emigrantët kanë çuar rreth 1 miliard deri 1 miliard e 200.000 euro në vit për të afërmit e tyre, duke mbajtur gjallë ekonomikisht familjet që kanë qëndruar në Shqipëri, por duke mbajtur gjallë edhe bankat. Problemi më i madh është se këto pare kanë rrjedhur, sepse është diçka qesharake që një vend kaq i vogël me 2.5 milion banor si Shqipëria të ketë një numër aq të madh bankash. Për shembull, Belgjika mund të ketë 5-6 banka, ndërkohë që Shqipëri, që është 12 milion banor, Belgjika është një shtet me 12 milion banor dhe ka vetëm 5-6 banka. Ndërkohë që Shqipëria, një vend 2.5 milion banor, ka mbi 12-15 banka, nuk e di saktësisht, por që është një numër shumë i madh. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që në Shqipëri çarkullon një pare shumë e madhe dhe shumë banka janë banka që filiale të bankave tuaja që nxjerrin paret e shqiptarëve, i nxjerrin prapë i kthejnë në perëndim. Dhe gjitha kjo ka ardhur edhe për shkak një politike bankare totalisht naive të bërë nga drejtuesit e bankave dhe nga banka kombëtare shqiptare, banka qendrore. Por duhet të them që shqiptarët me gjithë për fatin e mirë, pavarësisht nga agjenturat e shumta që janë futur deri në qeveri, në administratë, janë futur deri në drejtësi, gjithkund ka implikimet agjenturave tuaja në Shqipëri, fal këmbguljes një pjesë të emigrantëve për të ndihmuar prindët e tyre dhe fal edhe forcës që kanë gjetur shqiptarët që janë në Shqipëri në mënyra të ndryshme me biznese private, pavarësisht gjobave të shumtave dhe vështirësive, kanë bërë që shteti shqiptar mos falimentojë, madje të jetë edhe një shtet që po zhvillohet me vështirësi shumë të mëdha, por po zhvillohet me ritme të çuditshme. Pra, sa më shumë shtohet
shtohen fondet e agjenturat aq më të fortë bëhen shqiptarët, por është si në luftë si në luftë mes gjarpërive dhe shqiponjave. Pra, Është një luftë e pamëshirshme që po bëhet në Shqipëri. Remitancat shpëtojnë provizorisht Shqipërinë nga kolapsi dhe nga falimenti. Por si do t'jetë vazhdimësia? Çfarë pritet të bëhet në të ardhmen? Si do neutralizohen këta politikanë që kanë çuar këtë vend drejt kolapsit dhe kush do të jenë brezi politikanëve të rinj që do ta drejtojnë këtë vendin tonë drejt suksesit? Para se të kalojmë këtu, unë desha të them e kam ndjekur me kujdes menaxhimin dhe qeverisjen e Shqipërisë. Dhe duhet të flas ku janë vështirësitë edhe ku janë problemet që ka Shqipëria aktualisht në qeverisje. Po. Duhet kemi parasysh që në menaxhimin e territorit, qeveria e mëparshme e Berishës, ashtu dhe qeveria e tanishme e kryeministit aktual kanë dështuar. Në qeverisjen e territorit, për shembull, ne po shohim zona që përmbyten gati çdo vit, edhe nuk ka plan masash. Për shembull, nëse në Holland apo në Belgjik apo në një territor caktuar europian do kishte përmbytje të vazhdueshme, atëherë qeveria do angazhohej në një plan afat mesëm dhe afat gjatë që këto zona që përmbysen, familjet të shpërngulen në zona që nuk përmbysen. Në menaxhimin e territorit ka qenë dështimi i madh lënia bundovilizimi i Tiranës. Të thoja kështu sepse shumë zona tokave bujqësore në Kamës, në rreth Tiranës, në Kashar, në gjitha zonat që kanë qenë toka bujqësore, tashmë janë të mbuluara nga ndërtesa, janë të zëna prej ndërtesash dhe kjo është humbje territori bujqësor në Shqipëri. Tirana normalisht duhet planifikuar që në fillimet e demokracisë duhet planifikuar që të shtrihej drejt kryeqytetit të vjetër të Shqipërisë, drejt Krujës, duke qenë në toka kodrinore edhe rrjedhje të ujërave të zeza, edhe krijimi i infrastrukturës, edhe krijimi i një qyteti ekologjik do të ishte shumë më i lehtë dhe sot tiranësit nuk do ishin në këtë tmerrin e madh që është krijuar aty. Në Tiranë ti mund të kalosh një ditë, dy, po ditën e tretë ti mbytesh nga smogu dhe nga pluri. Pra të gjitha të huaj që vinë aty e shohin që ka probleme të mëdha me planifikimin e territorit. Është bërë rastësisht biznesmenët e kanë shtrirë territorin drejt Elbasanit, domethënë po e shtrin Tiranën drejt Elbasanit dhe është një zgjidhje e mirë, por zënia e tokave bujqësore nga Durrësi në Tiranë është një katastrofë e madhe ekologjike që ka ndodhur në shtetin shqiptar. Nëse në fazat e para edhe mund të falej, në fazat e dyta, sidomos tani që jemi në një shtet modern dhe nuk ka asnjë lloj plani për menaxhim territorit, është një katastrofë e madhe. E dyta punës është menaxhimi i territoreve i qyteteve të vogla, duke qenë se gjithë investimet janë kryer në Tiranë, gjithë popullata ka tendencën të vinë në Tiranë, ndërkohë që shteti nuk ka qenë i zoti për shembull të menaxhoj qytete si Kuksi, si Burreli, si Peshkopia, që t'i kthej ata në zona vitale, të lirojë tokat e fshatrave rreth rrotull për të kthyer në toka bujqësore dhe ta përqendrojë popullsinë në qytete, por nga qyteti fshatarët që ato banorët që banojnë qytet mund ta kthenin tokën bujqësore, ta bënin produktive me vreshta dhe me siç ndodh edhe në Perëndim. Ka shumë banorë në Perëndim që jetojnë në qytete, por që në fshatra kanë vreshtat e tyre, aktivitetet e tyre ekonomike, fermat e lopëve. Pra ka një dështim të madh në menaxhimin e gjithë territorit shqiptar. E vetmja zonë që më ka pëlqyer në menaxhimin e territorit ka qenë Gjirokastra, sepse kur kam shkuar në Gjirokastër kam parë që zonat fushore, ato të Luginës aty nuk kanë bërë ndërtime dhe kanë vazhduar ta mbajnë qytetin në zonën kodrinore
dhe për rrjedhoj nuk kanë shumë probleme me rrjedhjen e urazezave, me pastërtinë e qytetit apo me gjëra të tjera. Pra, nuk është induktuar në popullatën shqiptare ajo qytetaria, ajo dëshira për ta dashur atë dheun. Një ndër problemet më kryesore që ka Shqipëria është menaxhimi i mbetjeve, përveç vjedhjes parave që akordoi Komuniteti Evropian apo qeveria shqiptare për ndërtimin e atyre fabrikave të djegjes së mbetjeve, problem është mënyra se si ne i trajtojmë mbetjet. Për shembull, në vendet perëndimore, në dyqane, shiten 3 lloj qeskash, që janë një palë janë për pjesët për shishet plastike, tjetra është për mbeturinat ushqimore, tjetra është për mbeturinat që duhet digjen. Kështu ne duke i përdorur dhe ricikluar mbetjet, për shembull kartonat, letrat në një krah dhe mbetjet plastike duke i ripërdorur për ne bëhet e mundur krijimi një sistemi ekologjik në kokën e njerëzve i cili jep rezultat pastaj në jetën e përditshme dhe krijohet një lloj qytetarie për mbrojtjen e territoreve nga mbetjet plastike dhe nga ndotja e madhe që po u bëhet. Në Shqipëri është turrën gjithë të fondet, por edhe mënyra se si janë shpërndar fondet është abuzive. Pse? Sepse shteti shqiptar fare mirë mund të bënte një tender dhe të kërkonte kompani ndërkombëtare që të ndërtonin këto fabrikat e djegjes së mbetjeve dhe vetëm pasi të ndërtonin fabrikat, atëherë mund të gjenin privat edhe kundrejt marrëveshjeve privat-shtet mund të krijonin qendrat e grumbullimit dhe të mos bëhej gjithë ajo katrahure madhe që u bë, që provoi korrupsion, po që nuk na dha zgjidhje për menaxhimin e territorit dhe mbetjeve. Diçka tjetër që do të thoja unë është edhe në menaxhimin e territorit është edhe mosndarja e territorit në zona ekonomike sipas karakteristikave dhe prodhimeve bujqësore që prodhojnë në zonat ndryshme në Shqipëri. Për këtë do të flasim, kjo ka dëmtuar mos menaxhimi i mbetjeve, mos menaxhimi i territorit dhe ndërtimet përqendrimi i ndërtimeve vetëm në qendër të Tiranës, sigurisht e ka dëmtuar jashtëzakonisht perspektiven e zhvillimit, por që nëse do ketë një qeveri të re më inteligjente edhe më kurajoze për të bërë plane do të ketë rregullim. Afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjata, Shqipëria mund të dali dhe Shqipëria i ka të gjithë mundësitë që të dali nga ky kolaps qeverisje dhe kolaps ekonomik. Dhe meqense përmendët ndarjen e territoreve, vlen të theksohet edhe ndarja e qëllimshme e territoreve më shumë për në aspektin politik sesa në aspektin ekonomik që thatë juve, sepse shikojmë paktën këtu në jug, po ndahen sipas minoriteteve, po ngrihen minoritetet pa qëna dhe çdo gjë bëhet në funksion të kërkesave ogurzeza të fqinjve tanë, të cilët ende me sa duket nuk po i heqin dorë në ekspansionet e tyre. Qëllimet negative. Është ajo që thamë në fillim, që politika shqiptare është në politikën shqiptare kanë hyrë ose kanë interferojnë agjenturat e vendeve fqinje dhe disa agjentura të cilët nuk janë një dashamirëse ndaj shtetit shqiptar. Ajo që mund të themi është se të gjitha këto që po ndodhin, që kanë ndodhur dhe po ndodhin aktualisht, kanë qenë në 5 pikat e planit të Vasa Çuprilovicit të Serbisë. Pra, a është e rastësishme që pikat e spastrimit dhe marrjes territorit të popullit shqiptar që e pat planifikuar Vasa Çuprilovici
janë në të njëjtën linjë me qeverisjen aktuale, kjo mendoj se duhet ta shohë SPAK-u. Nëse SPAK-u është vërtet ajo gjykata e pavarur e cila merr vendime, por unë mendoj që SPAK-u gjithashtu nuk duhet të tërhiqet, duhet të jetë këmbgulës në marrjen e personave të korruptuar në qeveri, në gjykata dhe kudo, marrjen dhe burgosjen e tyre për të shpëtuar Shqipërinë nga kjo merimang agjenturash që po i merr frymën. Unë duhet të them që le të kalojmë në pikat tjera të bisedës, për shembull mund të kalojmë cili është dëmi të zëmë turistik që është shkaktuar në Shqipëri. Dëmi ekonomik. Shqipëria nuk ka plane turistik ekonomik. Në vitin 1995, unë kam bërë, kur punoja si gazetar, kam bërë një intervistë me Edmond Spahon, në atë kohë ishte drejtori i turizmit pranë qeverisë asaj kohe, dhe titulli i intervistës, pavarësisht se koha jon ishte një gazetë që ishte në opozicion të madh me qeverinë, zoti Edmond pranoi që të jepte intervistën dhe në intervistë u shkrua, ishte pak a shumë me idenë që turizmi një nga shpresat e ekonomisë kombëtare. Do të që në atë kohë unë parashikoja që për Shqipërinë turizmi do të ishte pika më e rëndësishme e ekonomisë shqiptare. Edhe mbas 30 vjetësh, mbas rreth 25 vjetësh, më rezulton që turizmi tani ka filluar të marrë një rëndësi të madhe dhe është pika e më e rëndësishme e ekonomisë shqiptare. Por ç'a kemi bërë ne? Problemi është se ne vërtet kemi shumë turistë që vinë, por këto turista ushqehen me produkte bujqësore, blegtorale që na vinë nga Serbia. Ç'a do të thotë kjo? Kjo do të thotë që megjithëse turisti vjen dhe lën paranë në Shqipëri, destinacioni final i paras nuk është në bankat shqiptare, por është në bankat serbe. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse qeveria shqiptare nuk ka mundur të bëjë menaxhimin ekonomik të territorit. Menaxhimi ekonomik i territorit është që për shembull në zonën e Kukësit prodhohet patatja më e mirë në Europë. Atëherë qeveria shqiptare duhet të kishte bërë një tender, të kishte ndërtuar një fabrikë për përpunimin e patates, e cila do prodhonte chipsa, do prodhonte pyre të ambalazhuar, do prodhonte edhe niseshte nga patatja. Pra do të kishte krijuar mundësitë që ajo patate e asaj cilësie shumë të lartë të prodhonte produkte të tjera të cilësisë shumë të lartë. Ne po shohim që asnjë investim nuk është bërë në këtë drejtim për shembull Kukës. E njëjta gjë ndodh edhe me zonën e Korçës. Zona e Korçës prodhon patate, prodhon qep, prodhon shumë prodhime, por nuk ke fabrikë për shembull për këtë, për shembull për qepën e thatë, për ambalazhimin e qepës, për produktet ndryshme që nxjerr qepa, dhe nuk ke madje as edhe fabrika e sheqerit që ka qenë bërë në Maliq nuk punon. Duket qartë që sabotimi ndërkohë që ne mund të bëjmë sabotimi në bujqësi është i gjithashëm në gjitha qytetet e Shqipërisë. Është e qartë kjo. E njëjta gjë ka ndodhur për shembull në zonën e Lushës. Aq që e dobët është ekonomikisht Shqipëria, sa që Shqipëria nuk prodhon dot salcë domate. Ne marrim salcën e domates nga Italia, ne i marrim produktet e domates nga Italia dhe ne eksportojmë, vetëm se eksportojmë paksa domate drejt vendeve të Europës perëndimore. Kjo është një politikë jo largpamëse nga ana ekonomike, por është një politikë që ka rënuar ekonomikisht familjet shqiptare. Dhe kur popullata shqiptare nuk ka forcë blerëse, pouvoir d'achat është në frëngjisht, nuk ka forcë blerëse për të blerë produkte, kjo bën që edhe fabrikat të shesin më pak,
ato që i kanë privatet, edhe uzinat të shesin më pak, dhe të krijohet një problem i madh, dhe problemi ekonomik e social pastaj shndrohet në problem politik. Dhe problemi politik është aktualisht nuk është shqiptarët kanë humbur atë shpresën, nuk është se ata po ngrihen të largojnë keq qeverisjen, qeverinë që keq qeveris. Ata po e shohin zgjidhjen në mënyrë individuale duke ikur. Edhe megjithëse ikin në emigracion, pastaj ata po dërgojnë para për të afërmit të tyre. Kjo është një formë ndihme për Shqipërinë, por gjithsesi ndihma më e madhe e Shqipërisë mund të jepet nga brenda Shqipërisë. Duke ndenjur Shqipëri, duke krijuar një sistem demokratik ku edhe të gjithë njerëzit të jenë barabartë. Në një sistem demokratik fitojnë të gjithë. Në një sistem kriptoekonomik ose neo-komunist, siç e ka aktualisht Shqipëria, humbim të gjithë. Edhe vetë komunistat humbin, edhe vetë komunistat, ata që kanë bindje komunistët të tjerë, ata janë shumë të humbur në këtë sistem, sepse ti po e shikon që kush janë klasat që po vuajnë më shumë, është klasa e pensionistëve që kanë kontribuar për ndërtimin e hidrocentraleve, të fabrikave në Shqipëri në atë kohë. Ato fabrika që u shkatruan në idenë që do ndërtojmë fabrika të reja, po shkatrojmë veprat e komunizmit, u thanë atë kohë dhe hynë fabrikave. Ato nuk ishin veprat e komunistëve, ato ishin veprat e popullit shqiptar, ishin bërë me djersën e popullit shqiptar, dhe ato duhet të mbashin. Për shembull, një ndër fabrikat më të rëndësishme që është shkatruar në Shqipëri, për shembull, është uzina Petropapi në Korçë. Ka qenë një ndër krenaria e industrisë shqiptare, prodhonte instrumentat matjeve precize që bliheshin nga Franca, nga Polonia, nga Anglia, nga gjithë vendet europiane. Nuk e di se si mund të shkatërrohet një industri e tillë. Pra, ne jemi aktualisht pas shkatërimit, është problemi se ne nuk po arrijmë të ndërtojmë një shtet, dhe përderisa shteti drejtohet nga njerëz të pa formuar nga ana menaxheriale dhe amator, problemet me shtetin shqiptar do jenë të mëdha. Problemi është aktualisht se ne kemi udhëheqës që i dinë të gjitha, ndërkohë që udhëheqësit më të mirë janë ata udhëheqës që janë të aftë të grumullojnë një grup personash që së bashku në grup i dinë të gjitha, por kryeministri nuk mund të di të gjitha, presidenti nuk mund të di të gjitha, nuk mund të jetë kryeministri edhe avokat, edhe menaxher, edhe jurist, edhe inxhinier, edhe njeri i kulturës. Nuk mund të ketë gjitha. Por kryeministri është një njeri që di të mbledh njerëzit e nevojshëm rreth tij për të qeverisur një shtet dhe për të krijuar kushte që gjithë popullata të pasurohet dhe shteti të ketë prosperitet. Duhet t'ju them, unë mendoj që kryeministri më i mirë, për shembull Churchilli, në një moment e pyetën, ka qenë një nga kryeministrat më të çuditshëm, dhe pyetën pse aplikoi sistemin social në kohë të luftës. E pyetën atë dhe ai u përgjigj fare thjesht, tha: unë jam i palumtur nëse populli im është i palumtur. Dhe unë do t'jem i fundit që do pasurohem pasi të pasurohen të gjithë anglezët. Dhe sot në Angli aplikohet një sistem ku edhe në qofsh ti me ndihma sociale, ti ke të drejtë të marrësh një kredi, të blesh një shtëpi të re, ke të drejtë të blesh një makinë të mirë, edhe nëse nuk punon, sepse këto pare që u jepen njerëzve për të blerë, nuk janë pare që u jepen njerëzve, janë pare që implementohen për të rritë fuqinë blerëse, dhe kur rritet fuqia blerëse e popullatës, atëherë industria shet më shumë, tregtia ecën më mirë dhe gjithë ingranazhi i shtetit përparon dhe pasuron të gjithë popullatën dhe ulet niveli i korrupsionit. Pra, të drejtosh një shtet është inteligjencë, është filozofi, është zgjuarsi, është humanizëm. Nëse një drejtues i shtetit nuk i ka këto element, ai sigurisht do të jetë një drejtues i keq dhe do drejtojë me manipulacione
siç po ndodh aktualisht. Shiko, ne po e kuptojmë tashmë prej kohësh, gjithë njerëzit e kuptojnë këtë gjë që politikanët tani janë njerëz të paracaktuar në ato pozicione që janë, por sigurisht që nuk kanë pasur dëshirë për të bërë mirë për këtë popull, gjithmonë kanë mbajtur të varur me mënyrat e tyre që tashmë të gjithë i dinë, por si do të zhvillohet ky vend, si do të gjenden, si do të afrohen dhe si do të lejohen politikanët e rinj të kontribuojnë për ndërtimin e vendit dhe për e këtij vendi. Nga bisedat që kam pasur, kur më ka rastisur të jem në takime të ndryshme këtu në qaqe të ndryshme internacionale që më ftojnë ndonjëherë apo në akademi, Shqipëria po shikohet gjithnjë me shqetësim të madh. Përveç asaj dëshirës madhe që kanë europianët që ta fusin sa më shpejt Shqipërinë në Europë, megjithse ka një izollum të madh, ka dëme të mëdha të shkaktuara gjatë kësaj periudhe tranzicioni, ata po shohin edhe Shqipëria shihet si mbartëse një rreziku të madh nëse nuk integrohet në Europë. Kjo do të thotë që edhe nëse shqiptarët nuk do kenë forcën dhe vullnetin të bëjnë ndryshimet e nevojshme, nuk po them për revolucion, sepse revolucioni është i fundit, por duhen bërë ndryshimet e nevojshme me mjete inteligjente dhe të zgjuara, atëherë besoj se do ketë një intervenim ose të Shtetet Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim me Europën për të gjetë një zgjidhje, nuk e di se të cilit model. Por krijimi i vettingut është tentativa e parë për të gjetë një zgjidhje. Tentativa e dytë do jetë brenda 2-3 vitesh, në mënyrën absolute, çfarëdo që të ndodh, të gjithë qarqet armiqësore anti-shqiptare duhet ta kenë parasysh dhe ta vënë në vesh, nuk do të arrijnë të vënë dorë mbi Shqipërinë për shkak të interesit të madh strategjik që paraqet Shqipëria për Europën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe hyrja në NATO ka qenë kjo, do të thotë futja e Shqipërisë në NATO ka qenë për të ruajtur krahët e aleancës, për të mos krijuar një pikë të zezë në zemër të Europës dhe për të mos krijuar probleme me mbrojtjen strategjike të Europës. Tani po kuptohet që nuk kemi të bëjmë vetëm me mbrojtjen strategjike të Europës, por kemi të bëjmë edhe me mbrojtjen ekonomike të Europës, edhe me mbrojtjen financiare të Europës, edhe Shqipëria është një pikë kyçe tranzicioni mes lindjes dhe perëndimit, dhe nëse perëndimi do ta lërë Shqipërinë, atëherë do ketë probleme të mëdha. Se si do realizohet kjo në një marrëveshje me qeverinë aktuale për të kryer reformat e nevojshme brenda qeverisë dhe për të marrë njerëzit e duhur, për të vendosur njerëz të përshtatshëm qeveri që do dinë ta menaxhojnë situatën, apo do ketë një rotacion qeverie, apo qoftë edhe një revolucion duke ngritur popullatën, këtë nuk jam shumë i qartë në këto momente dhe nuk e di, por di që këto janë pjesë të planit të zgjidhjes që është vënë në tavolinën e Komisionit Evropian dhe në tavolinën e presidentit Trump. Po, 2-3 vjet në të gjitha rrethanat do ketë një intervenim për të mos e lejuar Shqipërinë që të rrëshqisë dhe të kthehet në një bazë të agjenturave të huaja. Për sa i përket liderëve që do zgjidhen, duhet ta dini që shumë të rinj shqiptar që ndodhen në kompanitë perëndimore, drejtojnë kompani të rëndësishme, janë shumë të suksesshëm, janë shumë të zotët dhe mund të zgjidhet ndonjë nga këta djemë të ri nga perëndimi që të vijë dhe ta drejtojë Shqipërinë në formën e duhur dhe ashtu siç duhet. Domethënë për të ringjallur si ekonominë, po ashtu edhe turizmin. Për shembull,
ajo që vëre aktualisht është sabotimi i madh i turizmit që i bëhet Shqipërisë, me gjithë sukseset që ka pasur Shqipëria në turizëm, që kanë qenë sukses që Shqipëria është një vend shumë i bukur dhe është normale që shumë njerëz vinë ta vizitojnë, ka dhe i kulturë shumë të vjetër dhe ka një varietet kulturash, duke filluar nga jugu, Saranda deri në Theth. Ti ke brenda një shteti të vogël si turizmin normal me plazhe, ke turizmin kulturor, ke turizmin kulinar, ke turizmin shëndetësor, dëntar, Shqipëria është shumë e kompletuar. Mjafton që në drejtim të Shqipërisë të ketë një mendje të ndritur që të mund të aktivizojë të gjithë këto elemente, i bashkojë dhe të krijojë një mekanizëm ekonomik si një orë zviceраnes, të bukur dhe të kompletuar, dhe Shqipëria mund të kthehet në një ndër vendet më të pasura të Europës. Po, pikërisht këtu është problemi, Albert, sepse kjo klasë politike, ose këta politikanë aktual, i kanë kapur gjitha qelizat dhe drejtimet dhe nuk lënë asë një lloj fryme të re të lëvizi e të zhvillohet. Këtë popull e kanë quar në koma dhe 2-3 vjetë nuk janë pak për të mbjetuar si popull, sepse shikohet një vërtet një sabotim i total i të gjitha strukturave dhe gjitha drejtimeve që e mbajnë të shtetë. Kështu që, si do të bëhet nëse këto politikanë nuk eliminohen ose nuk largohen nga drejtimi aktual i këtij vendi që kanë kapur me thonjë edhe nuk po e lëshojnë. Nuk mund të bësh kompromisa, të haroj evropiani më i mirë, amerikani më i mirë që këta nëse nuk i shkull me gjithë karige, këta nuk të ikin. Ka politikanë që edhe po duan të ikin, ata që janë mbrapa, që i komandojnë nuk i lënë të ikin. Ka politikanë të tjerë të cilët i ngjajnë majmunit dhe për ta është vetëm zhvatja është mënyra më mirë e ekzistencës. Unë kur shoh vjedhjet e mëdha që bëhen në Shqipëri, fare thjesht shtrohet një pyetje thjesht që si ka mundësi që këta janë kaq të babëzitur dhe të pangopur, megjithse kanë marrë miliona, duhen të marrin edhe miliona të tjera, sepse njeriu mund, edhe në qoftë se korrupsioni ekziston, por një politikan në Europë, për shembull, edhe nëse merr një sasi paresh, sepse ka nevojë, është në gjendje të keqe, arrin një mbingopje që ai ndalon edhe pastaj e bën punën në rregull. Ose marrin para, por marrin në mënyra më njerëzore dhe nuk dëptojnë sistemin. Dhe ky gjithsesi po u zbulua quhet korrupsion. Ndërsa politikanët shqiptar marrin në mënyrën më të babëzitur, janë aq të babëzitur sa që kanë para me thas dhe duan të marrin para me po çdo të thotë kjo pa grikës sy e tyre, mos ndoshta këto para ikin diku jashtë në ndonjë. Po, këto para ikin diku jashtë. Interesante është se këto para mas ikin jashtë për shkak të problemeve që krijohen me drejtsinë, vjen një moment që këto para ose zhvletësohen, sepse paraja krijohet sistem inflacioni, ose zhvletësohen ose zbulohen dhe këto para, për shembull, paratë depozituara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga mjetet e korrupsionit mbas të dekretit presidentit Trump, për shembull, konfiskohen nga shteti amerikan. Që do të thotë që këto para që merren nga shqiptarët, që u vidhen shqiptarëve, ikin vendosen në Amerikë dhe nuk i gëzojnë as këta që i vjedhin, por nuk i gëzon as populli shqiptar, sepse këto konfiskohen dhe i gëzon populli amerikan, ose një popull ose anglez, aty ku konfiskohen. Pra, se janë para krimi dhe merren e konfiskohen. Zgjuarësia e një politikani është që të pasurohet duke bërë popullin e pasur. Nëse një politikan bën një politikë inteligjente dhe pasuron popullin, automatikisht ai dhe familja e tij bëhen të pasur bashkë me popullin. Dhe kjo është një pasuri e shëndetshme, një pasuri e mirë, një pasuri pozitive.
Kurse vjedhja, pasuria në aspektin filozofik po flas tani, kurse vjedhja e një sasie të madhe paresh dhe lënia e popullit në varfëri përveç tensionit dhe negativitetit që krijon edhe problemin tjetër. Krijon problemin tjetër sepse këta njerëz pastaj kalojnë në paranojë, sepse mendojnë që janë duke i humbur këto para. Këta njerëz që janë në pushtet kalojnë në paranojë se mendojnë se po humbin pushtetin. Dhe po humbin pushtetin nga që kanë bërë shumë zollume, mendojnë se do të përfundojnë burg apo do të humbin jetën. Edhe kjo krijon pastaj një gjendje negative në gjithë popullatën, popullata e varfër që vuan, pensionistët që s'kan para të paguajnë një kafe, punëtorët që kanë rroga të ulta. Dhe gjitha këto krijojnë pastaj një disnivel edhe një urrëtie mes popullit edhe politikës. Dhe në këtë rast politika gjithmonë zgjedh atë argumentin idiot që vërtet ju po na votoni, por ju nga që s'ka zgjidhje tjetër votoni të keqen më të vogël. Nuk ka të keqe të vogël dhe të keqe të madhe. E keqja është e keqe. Dhe ajo duhet shporur. Dhe duke u krijuar ky sistem, pra, duke shplar trurin e njerëzve me anë të sistemeve, me anë të rrjeteve që krijohen, për shembull, kohët e fundit rrjeti patronazhistëve, krijohet një atmosferë terrori. Por është një terror që operon brenda me ligje, që operon brenda shtetit. Pra shteti demokratik kthehet në një shtet që terrorizon qytetarët e vet. Ktu s'kemi të bëjmë me demokraci. Demokracia ka marrë fund. Shteti demokratik është i krijuar për të mbrojtur interesat e qytetarëve dhe interesat e shtetësve. Dhe interesat qytetarë të shtetit janë edhe presidenti, edhe kryeministri, edhe avokatët, edhe drejtësia, edhe në punësi civile dhe gjithë. Për sa kohë që nuk do ketë rregulla të qarta të ndarjes funksioneve, të ndarjes pushteteve, të respektimit pavarësisë pushteteve, të respektimit të bërjes së referendumeve për gjëra të rëndësishme që kanë të bëjnë me popullin dhe me shtetin, ne do jemi në një diktaturë të fshehur, të kamufluar, sepse të tilla janë këto diktatura, sidomos në zonën e Ballkanit, kanë gjetur edhe një terren. Nevojitet urgjentisht që ndryshohet sistemi ekonomik. Ka dy sisteme ekonomike. Është sistemi i parë ekonomik që është ai i vendeve të varfëra, që vjen në shërbim të vendeve të pasura, dhe duke qenë fuqia punëtore me pak shumë tulët, shtetet e pasura ndërtojnë fabrika, uzina dhe lënë një shtet, lënë këtë shtet ose një ekonomi të caktuar në një nivel të ulët zhvillimi për ta shfrytzuar në maksimum. Në këtë lloj shteti hyn edhe Shqipëria, që është ekonomi jo e kontrolluar, por e varur, dhe dyta është ekonomia e pavarur, siç është për shembull Zvicra, siç është Anglia, siç janë edhe vende të vogla si Liechtensteini, në të cilët aplikohet një sistem ekonomik i nivelit lartë, ku banorëve u injektohet para që të kenë fuqi blerëse shumë të lartë, edhe duke pasur fuqi blerëse shumë të lartë, ata kanë drejt të blejnë jo vetëm në tregun vendas, por në tregun e huaj të blejnë me 2 fish ose 3 fish më ulët mallra dhe produkte, edhe kjo krijon një sistem taksativ brenda shtetit që e forcon shumë shtetin dhe forcon shumë ekonominë. Dhe kjo krijon kushte pastaj për zhvillim të gjithanshëm të gjitha drejtimet. I dyta punës është edhe krijimi i efektit shok në ekonomi. Për shembull, ne e marrim, kemi arkeologjinë, për shembull, që është kulturore totalisht, por ne shteti shqiptar investon për shembull para, e kam vënë re për të bërë reklama mbi Shqipërinë në CNN, në Euronews e gjithkund, ose duke paguar artikuj
reportazhet ndryshme te France Televizioni apo televizione europiane. Kjo është një mënyrë marketingu, por mënyra më e mirë e marketingut është mënyra duke bërë gjetje arkeologjike të shkallës lartë. Për shembull, ato 2 o 3 milion që hidhen për reklama, nëse bëhen për gjetje arkeologjike, për shembull, nëse hapen gjithë muret të rrethuese të Lezhës, edhe zbulohet edhe amfiteatri i Lezhës, hiqen edhe ato rënojat e xhamive dhe ndërtimeve bizantine dhe nxirret dhe Akropoli i Lezhës brenda kështjellës. Ky është një skup i madh që mund të jetë një lajm për gjithë televizionet e botës dhe është shumë më mirë se sa një reklam se nxit turistët dhe kuriozitetin e botës për të ardhur në Shqipëri. Pra, investimet quhen investime inteligjente në kulturë, në art, krijimin e gidave turistike, krijimin e sistemeve, krijimin e industrisë ushqimore me qark të mbyllur dhe mbi të gjitha, që është shumë e rëndësishme, është krijimi, nxjerrja një ligji të ri për bankat, krijimi një sistemi të mbyllur financiar, sepse paraja për ekonominë e një vendi është si gjaku për trupin e një njeriu. Sa më shumë para dhe sa më shpejt paraja të qarkullojë brenda një ekonomie, aq më shumë fitime ka kjo ekonomi dhe aq më fort është. Pra, nevojitet që Shqipëria të zgjedh modelin ekonomik të krijimit një sistemi të pavarur ekonomik në mënyrë që të mund të krijojë një ekonomi me performancë të lartë që do të sillte pasurimin e shqiptarëve, pasurimin e vetë politikanëve dhe do shmangte të gjitha konfliktet sociale. Dhe kjo në Shqipëri është një territor i vogël, është shumë e mundur. Mjafto ketë një vullnet politik. Fiks. Mjafton të ketë një vullnet politik dhe çdo gjë zgjidhet, por me sa duket vullneti politik mungon. Mirë, në përmbyllje të këtij emisioni të parë, sepse ne do të vazhdojmë sigurisht dhe me tema tjera, çfarë mund të na përkufizoni, Albert? Ajo që përkufizoj që duhet të them është populli shqiptar duhet ta kuptojë që nuk duhet të votojë asnjëherë të keqen më të vogël. Por populli shqiptar duhet të votojë të mirën më të mirë të mundshme. Dhe për këtë nevojitet një klasë e re politike. Nëse kjo klasë e re politike, nëse udhëheqësit shqiptar pavarësisht se mund të jenë të përlyrë apo jo, do kenë inteligjencën t'i hapin rrugë një klase të re politike, ata do shpëtojnë dhe fëmijët e tyre. Edhe fëmijët e tyre do bëjnë një jetë më të mirë, edhe do shpëtojnë dhe popullin e tyre. Edhe nëse ata bëjnë një hap të mirë drejt popullit shqiptar, tërhiqen dhe lënë brezat e rinj kompetent vinë dhe të bëjnë drejtimin, ata më në fund mund të lajnë mëkatet e tyre. Përndryshe, nëse do ketë një intervenim amerikan apo europian në Shqipëri, nuk do ketë dete e oqean që t'i laj mëkatet e tyre. Pra atyre duhet të bëhet thirrje që të reflektojnë dhe t'i hapin rrugë demokracisë vërtet. Demokracia e vërtet nuk është diçka që vë dikën pushtet për shtypur dikën tjetër. Demokracia e vërtet është një demokraci që le shanset për gjithë njerëzit dhe që krijon një vëllazëri. Krijon një vëllazëri dhe rrit edhe shanset e Shqipërisë për t'u integruar shpejt në komunitetin evropian dhe rrit edhe personalitetin dhe e popullit shqiptar në sy të botës. Pra, nevojitet që klasa politike shqiptare të ndalë zollumet e mëdha që po bën, ta kuptoj dhe të tërhiqet. Vetëm një shembull do t'u jap para se ta mbyll. Unë, meqense jam diplomuar edhe për menaxhim, që është diploma ime e dytë, që më është dhënë nga Charles Michel, ish presidenti i Europës
në Wavër, ka qenë një akademi që është financuar nga Komuniteti Evropian. Duhet u them që duhet patjetër që populli të ndërgjegjësohet dhe ne të kemi mundësi të krijojmë një Shqipëri normale. Një Shqipëri normale, minimumi, por ne kemi mundësi të krijojmë edhe një Shqipëri shumë të pastër. Mjafton vullneti i popullit dhe i politikanëve. Gjithsesi, ajo pika e parë që thatë është e pamundur, këta vetë nuk do ta lëshonin kur, po me shumë gjasa, ky versioni i dytë që thatë për të intervenuar dikush tjetër për ta hequr nga pushteti këtë lloj uzurpatori që i bën një populli të tërë, është si më e mundshmja. Megjithatë, dhe ajo që thatë në drejtim të popullit shqiptar të mos bëhet pjesë e dhunimit të vet, mos të bëhet një popull mazokist që përqafon dhunuesin e tij, edhe kjo ka të bëjë shumë pasi qëndrimi në pushtet i këtyre llojit diktatorëve që historia do të përmendi shumë gjatë, bëhet edhe përmes një pjese të shqiptarëve të cilët dashje pa dashje i bajnë ison duke qenë se përfitojnë një vend pune apo një rrogë qyl nga këto të shumta që jepen së fundmi nga taksat e shqiptarëve që janë detyruar të paguajnë. Mirë, unë të falenderoj zoti Albert që ishe pjesë e këtij emisioni për sot. Shpresoj që shumë shpejt do të jemi së bashku dhe për tema të tjera dhe për tema të cilat shqiptarët janë të etur të dinë dhe të dëgjojnë, për juve që keni studiuar, për ju që keni studiuar në bibliotekat e Evropës. Kështu që do të jemi përsëri së bashku në një të ardhme shumë të afërt për pak ditë. Deri atëherë, ju uroj të kaloni sa më mirë dhe mirupafshim.